Dashim. Neptuni do të sjellë disa probleme në jetën tuaj në çift. Ju do të kërkoni të bëni disa gjëra që partneri nuk i lejon. Nëse keni shpenzuar shumë, sot nuk mund ta bëni më. Demi. Dashuria për ju që jeni në çift do të shkojë më së miri sot. Do e përforconi lidhjen që keni krijuar dhe do të bashkëpunoni për gjithçka. Ju duhet të hiqni më shumë lek mënjan. Binjakët. Influenca e planeteve në jetën sentimentale të çifteve do të jetë pozitive. Do të kaloni një ditë të bukur dhe me surpriza të këndshme. Tregoni më të arsyeshëm me të ardhurat tuaja. Gaforia. Ditë e mrekullueshme kjo e sotmja për jetën sentimentale të çifteve. Çdo gjë do të shkojë më së miri dhe ju do të përjetoni kënaqësi pafund. Sot planetët do t'ju favorizojnë në financë. Luani. Edhe pse temperamenti juaj do të jetë pak i vështirë, partneri do të jetë i duruar. Ata që kanë më shumë kohë që janë lidhur, do të pushtohen nga pasioni. Kujdes me shpenzimet e shumta. Virgjëresha. Jeta juaj sentimentale gjatë kësaj dite do të jetë shumë e mirë dhe do të ndiheni të lumtur. Partneri do t'ju kushtojë shumë vëmendje. Shpenzoni fillimisht për gjërat më të domosdoshme. Peshorja. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e qetë sot. Partneri do ketë shumë të vështirë t'ju kuptojë dhe ju nga kokëfortësia do të bëni gjëra të gabuara. Ju do të keni sukses në financë. Akrepi. Ata që janë në çift do të thellojnë edhe më tepër lidhjen e tyre dhe do të bëjnë plane për të ardhmen. Vendimet lërini për pak më vonë. Do të bëni shpenzime për të bler ato që doni. Shiqetari. Jeta në çift nuk do të jetë aty ku duhet. Do të keni aq shumë dëshira saqë partneri juaj nuk do të mund t'u plotësojë. Në aspektin financiar, nuk duhet të merrni vendime të rëndësishme. Bricjapi. Mos i hidhni syt diku tjetër sot sepse do të përballeni me probleme të mëdha në çift. Nëse nuk ju pëlqen më partneri, bëjani të ditur. Sot mund të kryeni shpenzime financiare. Ujori. Venusi do të provokojë njohje të reja në aspektin afektiv. Do t'ja kaloni mjaft mirë pranë atij që dashuroni dhe nuk do të doni të ndaheni për asnjë moment. Menaxhoni mirë të ardhurat tuaja. Peshqit. Mërkuri do të ndikojë pozitivisht në jetën tuaj në çift sot. Do të keni më shumë besim tek njëri tjetri dhe do të flisni edhe për tema paksa delikate. Në financë do të keni sukses.